Unë ftoj në skenë Migjen Kelmendin, njëri nga antarët e bendit të mirënjohur, legjendar të rock skenës kosovare. Ku është rocku kosovar sot? A është bërë diçka në avancimin e tij? Natyrisht çdo kohë ka muzikën e vet. Unë e pëlqeva një këngë desh dola meç para pak minutash kur Adelina Knajke. Më pëlqen në përgjithësi gjithçka që njerëzve ju pëlqen, pavarësisht se cila mund të jetë shija jame edhe se cilat mund të jenë interesimet e mia muzikore. Por në përgjithësi po them, më pëlqen çka ju pëlqen njerëzve. Kjo ndoshta është pak për të vlerësuar punën tuaj, megjithatë e meritoni këtë çmim. Falenderoj Ziko Kompanin edhe gjithë ata që ju ka rënë mend për gjurmët, unë po e shfrytëzoj këtë rast me i përshëndet gjurmët, se gjurmët gjurmët janë një 5 djemë të Prishtinës që sot janë qështu pak trash si une. Përshëndet gjithë juve dhe ju falenderoj për këtë shpërblim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Migjen. Urime.